Gjatë ditës jashtme një takim keni deklaruar që jeni e gatshëm të ndihmoni për çështjen e zgjedhjes së presidentit, që jeni duke bën këtë drejtim, edhe cilat janë mundësitë juaja si ushtruese të fytyrës presidentes që të ndihmoni në këtë drejtim. Si kryetare e kuvendit, unë jam e hapur në cilësinë e kryetares së kuvendit në qoftë se grupet parlamentare vlerësojnë që mund të kontribuojnë me takime, me diskutime, që si më thënë t'i presin takim dhe të diskutojmë raport me situatën aktuale. Unë mirëpres vazhdimin e takimeve që kanë ndodhur në ditët që lanë pas. Urojmë që t'i lëmë anash të gjitha dallimet dhe të jemi bashkë që ta gjejmë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Uroj që të mos vi situata që si ushtruese e detyrës së presidentes të shpallë datën e zgjedhjeve. Sepse siç e dini, me gjykimin e gjykatës kushtetuese, kuvendi konsiderohet i shpërndar në momentin kur ne përmbushim afatin dhe nuk arrim që të zgjedhim presidentin, pra uroj të mos vim në situatën ku duhet të caktoj datën e zgjedhjeve brenda afatit prej 25 ditësh. Prandaj, nëse i duhen grupeve parlamentare, natyrisht që unë jam në shërbim të tyre të ndihmojnë me takime dhe me çka do tjetër, por mendoj që e rëndësishme është që të gjitha grupet parlamentare, partitë politike që përfaqësojnë kuvendin e Republikës së Kosovës, të dëshmojnë vullnet për ta gjetur një zgjidhje në raport me çështjen e presidentit apo presidentes. Qytetarët e Republikës së Kosovës presin nga ne që të vazhdojmë reformat, presin nga ne që të punojmë në interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, prandaj mendoj që nuk kemi kohë për faleminderit gjithëve.